Ti që kemi bërë muhabet me Dianën. Çfarë po ndjen? Diana si një lloj sjarimi. Mia kush dhe këtu, miratimin e privatizimit të banesës sot në lagje numër 14. Besoj se duhet të ketë një arsye që nëse s'është bërë, domethënë, dhe do ta vlerësojmë, do i kthejmë përgjigje. Në qoftë se do ta thonë, do ta marrësh. Jemi në Durrës dhe po kërkojmë të zgjidhim një problem jetësor për një familje të këtij qyteti. Aty të shtëpisë, në të cilën jetojnë prej më shumë se 2 dekadash. Banesa në fjalë ndodhet në Shkozet dhe si shihet është thuajse e rrënuar, pa tavan, pa dritare, madje edhe pa derë. Në këtë objekt që guxuam ta quajmë shtëpi, na pret Sonila Gega, nëna e 8 fëmijëve, e cila prej më shumë se 15 vitesh kërkon të sistemohet në një apartament të përfituar nga bashkia, brenda të gjithë rregullave dhe ligjeve. Po Zanafilla në fakt nis tek një tjetër banesë, e cila u shem në zbatim të një plani zhvillimi. U shemën një 2 dhoma. Dhe nga ai moment na i hypën ke ish magazina, domethënë që kjo ish magazin u bë për 6 persona. Kush u shembi ato 2 dhomat? Ato i ra plani se u do bonte rrugë. Pra u shembi bashkia? Po, bashkia e Durrësit, sepse asaj i ra plani. Ka qenë atë komiroti, na hypi ke këto lloj magazinash. Kur na hypi këtu 6 persona, 5 i morën, vetëm Armand Gega nuk i mori. Armandi është krye familjari dhe bashkëshorti i Sonilës. Akoma s'janë marrë letrat e shtëpisë. Tani pse ka ngel shtëpia në këtë gjendje kur ti e ke marrë në 2002-shin? Sepse ka ngel se vetëm shtyhet, ka dalë që në 2012 e deri më sot, as edhe i dhoi veprimi nga ana shtetit. Në kërkesën e saj, Sonila i referohet këtij dokumenti, të lëshuar nga Bashkia e Durrës në vitin 2002, që në atë kohë drejtohej nga zoti Mjeri Hoti. Në bazë të shkresës në fjalë, kësaj familje do t'i jepte statusi të pastreve dhe më pas do t'i hapej rruga privatizimit të objekteve dhe kalimit në pronësi të kryefamiljarit Armand Gega. E theksojmë, gjithçka konform ligjit, me qëllim kompesimin e banesës së prishur në zbatim të planit të zhvillimit. Por për fat të ketë gjithçka mbeti realizuar përgjysmë, familja u sistemua provizorisht, por ende sot pas 23 vitesh nuk është futur në banesën e re të premtuar. Ju kur hyt në fillim, gjendja ka qenë siç është dhe ju kishit shtuar, kishit bërë vetëm këtë dhomën këtu. Po, te dhomën këtu dhe dhomën tjetër. Pjesa tjetër ishte siç është tani. Siç është tani, siç është tani. Si jetoshet vetëm në të dhomë? Po ashtu jetoshim, se ku do shkonim? Si ja bënit për të ngrohur? Për të ngrohur me sop druni. Pra te kjo dhoma? Po, te kjo dhoma këtu. Ku laheshin fëmijët, ku ndroheshin? Duke marrë parasysh që është dimër për shembull. E kuptoj, fëmijë, domethënë se un kam thash 2 dhoma, një këtu, një atje. Me këto 2 dhoma, domethënë i lasha ke dhoma tjetër, i visha këtu, që tu ngrohnin terrenin. Këtu kishte sopën e druve. Po, e kemi pas këtu domethënë që e nxirja nga penxheria. Një jetesë me kushte mesjetare. Po sikur të mos mjaftonte kjo, në sfond dalin probleme të tjera. Kam pas konflikt gjithkohon. Gjithkohon e kam pas konflikt. Me kë kishe konflikte? Me komshiun, me atë tjetrin, me Eles Bregun që e shiti. Eles Bregu ja shiti këtij tjetrit dhe ky vazhdon akoma konflikt dhe unë me ushma nga konflikti, të roqa mora 30 metra larg, kam marrë shtëpi me qera. Si lindën konfliktet me këtë? Konfliktet sepse nuk lente ja me kaluan dhe se unë andi kam pas ne rrobat, kalamajt që loshin. Konflikti shkoi aq keq sa ty sta pret menja. Vazhdoj deri ke dora, domethënë, sepse nona atit më hodh me mraf mu, kurse unë ju se ulasa, ai i donte që të kapte mu. Dhe burri nuk e lejoi këtë gjë. Dhe fillon të më thënë ai miri, shante me fjalë nga do të dhav tash ajo burr nuk munduroi. Konflikti mes fëmijëve degeneroi në dhunë dhe duhet thonë se as burri i Sonilës nuk qëndroi duar kryq. Burri jot u arrestua. U arrestua e boni dënimin. Sa u dënua? 6 muaj, 7 muaj i ka bë. Ndërsa konflikti qoi në dënimin e kryefamiljarit, Sonila bashkë me fëmijët vazhduan të qëndrojnë në banesën provizore, pa patur ende asnjë sinjal nga bashkia se kur do të hynin në banesën që u takonte si të pastre. Madje qëndruan aq gjatë sa ende sot që flasim nuk kanë asnjë përgjigje nga bashkia, e cila duhet thënë që në vitin 2012 një vendim të këshillit të atëhershëm, thuaj qartë që prona në fjalë duhet i kalonte Armando Gegës si kryefamiljar. Mos e ngatërrojmë, bëhet gjithmonë fjalë për ndërtesën thuajse të pabanueshme në të cilën jetojnë aktualisht. Po çfarë pretendojnë personat përgjegjës për strehimin në Bashkinë e Durrësit? Bashkia kur e vendosi zonjën në ato pronë, që nga 2002-shi. Si ka mundësi që e vendosin në një pronë që se ka as të vetën dhe nuk i dha zgjidhje? Nuk i kemi vendosur, ne Me një rotin unë jam marrë pas autorizim të përkohshëm. Si të përkohshëm. Këshilli bashkiak në 2015 thotë që prona duhet të kalojë në emër të Armando Gegës. Si mund ta zgjidhim këtë situatë? Do e zgjidhim, po bëjmë korrespondencën e hipotekën në pronë të kujt është sot që flasim kujt ministri dhe ata na kalojnë në asetet kapitale ne këtu. Pas 23 vite shpritje, më në fund zyrtari i Arrallës kujtohet se duhet bërë korrespondenca me hipotekën. Pse nuk e bëri deri tani?
apo që do. Rëndësi ka që në fjalë të mirë na e tha. Ne kemi zotimin tuaj dhe të bashkisë që Patjetër. Dhe shkresat ne i kemi. Sonila është njoftuar ndër vite. akoma e ka pa qati, ne s'po themi që bashkia ta ndihmoj dhe t'i rregulloj qatin. Jo, i ka me forcat e mi. Po realisht, me kushtet e vështira që ka zonja, me fëmijët vegjël që ka, ne duam që të paktën atë banesën që ka dhënë bashkia në 2002-shin, të paktën ta gëzojnë fëmijët. Nuk do kërkoj as asistencë ekonomike, as tulla, as llaç. Do vetëm që Që të rizilët problemi të thash, një gjë që s'është e imja nuk ja jap dot me ligj. Duhet të bëhet pronë e imja që t'ja kaloj. Në rregull. Po, na lini kohë paktën ja 2 ditë. 2 ditë e 2 muaj do presim. Vetëm do kemi ato të shkreta dokumenta, pas një pritje që ka zgjatur 23 vite. Sidoqoftë, dua më shumë siguri. Prandaj takojmë edhe zonjën kryetare, Emirjana Sako. Zonja Sako, si jeni? E doni nga Piranja. Jemi këtu për problemin që ka Sonila dhe bashkëshorti i saj. Problemi? Kanë marrë një shtëpi në fakt që nga 2000-shi, në 2005 janë disa vendime të Këshillit Bashkiak që jep të drejtë në fakt që ta gëzojë shtëpinë që ka. Por edhe sot e kësaj dite shtëpia nuk ka kaluar në emër të saj. Si që kemi bërë muhabet me Diana. Çfarë po Diana ndodh? si një lloj sjarimi. Mja ku është dhe këtu, miratimin e privatizimit të banesës sot në lagjen numër 14. në emër Besoj të se Zotit duhet Arman. ketë një arsye që nëse s'është bërë domethënë dhe do ta vlerësojmë, do i kthejmë përgjigje. Në qoftë se do ta thonë, do ta Tim marrësh. vetëm tapinë e shtëpisë kërkoj, siç që kanë marrë gjithë tjerët. Unë do ta vlerësoj, do ju kthej. Do të ishim vërtet të lumtur nëse zonja kryetare do ta vlerësonte ashtu siç na premtoi. Ndaj nuk na mbetet vetëm të presim se si do të zgjidhet ky ngërç. Por kemi edhe në derë të fundit për të trokitur. Enti i banesave. Ky rast ka qenë në 2002-shin. Ne kemi parë. Tani po e shikojmë po prap. Nuk është në lidhje me ne. Kush është përgjegjësi? Po ta kisha unë dorë nuk do t'ja bëja as bëhet fjalë. Nuk është ndërtesë e entit, se po të ishte ndërtesë e entit, nuk e diskutoja fare që të kisha bërë. Nuk kam pse ti e mua pengesë për zonjën. Me ligjin 898 që ka dalë, ne do shikojmë dhe një herë, më kupton, se çfarë mund të trajtojmë për zonjën. Qofse hym tek ai ligji, do bëjmë dhe kërkesë tek drejtoria jonë qendrore dhe do ta bëjmë zonjën. Unë ta kam dhënë fjalën që kur ke ardhur, zonja është përfituese, se jeton aty. Nuk ja zë dot njëri në shtëpinë. Në momentin që del një VKM, kjo do vi të lidh një akt marrëveshje me shtetin dhe kjo bëhet pronare. Po për të bërë letrat e kësaj është një kalvar. Mjaftoi një ditë vetme që të gjitha institucionet të bëhen bashkë për të zgjidhur një problem i cili ka 2 dekada që flen në zyrat e tyre. Do të zgjidhet apo jo? Për ta mësuar Sonila dhe familja saj duhet të presin edhe ca kohë, por kësaj radhe kreatyrën në çdo moment do të jemi edhe ne.